që kjo qeveria... Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka dikush që vjen spital thotë i poshtë Ministri e Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e çdin komaran ajo punë mova. Me kon Abdullahotin në një parti të udhëhequr nga Primera Republika. Miqtë e gazetës në fokus, edhe sot dështoi seanca për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Për të 8-ën herë radhazi. Do burra dhe gra janë të bu në kuvendin e Kosovës për me i themelu institucionet e reja të dalura nga zgjedhjet e fundit. Po dështojnë për shkak se kanë vendos me kryenëqësi, me u barrikadu me inatet politike të para fushatës dhe pas fushatës, me një emën dhe një kandidatur e cila nuk po kalan, nuk po ka votat për me u zgjedh kryeparlamentare, edhe me vazhdu me tutje siç e parashe kushtetuta me zgjedhjen e qeverisë. Dhe sa këta kanë vendos kështu me u tall me Republikën dhe me jetët e qytetarëve të Kosovës, na kena vazhdu me pagu çmimin e rrymës, tashmë për 16.1% i rritur, e po ashtu edhe ato që po paralajmërojnë për çdo ditë, për çdo ditë po i shohmi rritjen e çmimeve të gjitha produkteve tjera bazike elementare. Thellim të varfërisë, probleme e hallet të qytetarëve që i prekin për çdo ditë dhe i përjetojnë për çdo ditë. E që këto, për këta që ne i kemi zgjedhur të na përfaqësojnë, nuk i përjetojnë edhe nuk ballafaqohen me to. Derisa ne ose qytetarët ballafaqohen me këto halle të përditshme dhe probleme, nuk kemi kuj me i kërku llogari, përgjegjësi, e të paktën në mënyrë deklarative, me i bë pyetje dhe me marrë përgjigje për këtë këto halle probleme të qytetarëve. Jemi të e pa çdo ditë, një kryeministër në detyrë, i cili rrethun me 6-7 bodyguarda nuk nalet as me dhënë përgjigje gazetarëve se çka po ndodh dhe kur mundet me zgjat kjo tallje me qytetarët e Republikës Kosovës e me vetë shtetin e Kosovës, duke i parë çdo dytën ditë duke u të bu në kuvendin e Kosovës ata të cilët ne i kemi zgjedhur edhe kanë obligim, kanë përgjegjësi me i themelu institucionet e Kosovës edhe me dhënë përgjigje për çdo problem dhe hall të qytetarëve që ngritet përmes gazetarëve. Ata që çdo ditë po e bojnë punën e tyre, ty najt para dyrëve të kuvendit të Kosovës dhe para qeverisë Kosovës. E derisa këta i shohmi të sjell në këtë mënyrë, atëherë neve na mbetet vetëm me kujtu ato që ka kërku vetë lideri vetëvendosës Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, edhe ka punu me vitet tona për me shndru një shoqëri aktive e cila reagon, e cila kërkon drejtat e tyre për çdo gjë elementare. Derisa ne nuk kërkojmë llogari para këtyre njerëzve që ne vetë i zgjedhëm, atëherë këta kanë me vazhdu me lujt me fatin e shtetit ton, edhe me këta qytetarë që kanë halle, kanë probleme, edhe që sot nuk din ku me kërku llogari ose zgjidhje tyne probleme. E tani miqtë e gazetës në fokus, kthehemi në studio për të biseduar me një prej deputetëve më të zëshme dhe më aktive të kuvendit të Kosovës, Komderin, edhe kënaqësinë me pas Time Kadriajin të ftuar në këtë javë. Time, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën, jetë ardhur direkt prej seancës së kuvendit të Kosovës, ku për të disatën herë po bëhet përpjekje për me zgjedh kryetarin e kuvendit. U bë dramë, u bë histori. Kjo punë për ato që kanë po ndodh, jemi ty e po. Për ato se qysh po ndiheni si deputet në disa legjislatura, kisha pas qef me dëgju prej jush. Është mandat i gjatë si deputete dhe s'm ka rastis me pas probleme të tilla që një kryeministër në detyrë tash dhe që ka udhëheq me vendin më shumë se 5 vite dhe të mos jetë në gjendje të sigurisë 61 vota për konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e kryeparlamentores, unë s'po muj me e kuptu. Është gjithë kjo strategjia është e qëllimshme, apo zoti Kurti s'po mundet me i siguru 61 vota që me kalue kryeparlamentare,
po më duket tepër e çuditshme. Sepse të mblidhen për 6 herë, për 7 herë, fillimet e para kishin 57 vota, ndërsa sot e kishin veç 54 vota për zgjedhjen e kryeparlamentares. Kjo çështje, ky qëndrim, kjo bllokatë institucionale duhet ta dinë edhe dëgjuesit tonë, po dhe opinioni i gjerë se po bllokohet, unë besoj qëllimshëm nga lëvizja vetëvendosje dhe që të thirret seanca çdo 48 orë. Nuk po shohim ndonjë angazhim të kësaj qeverie për sigurimin e votave, qoftë të komunitetet jo serbe apo të ndonjë partie politike apo të cilat janë ato matematikat dhe si do të vazhdoj kjo qeveri sepse insistimi i deputetëve të kësaj partie duke thënë që ne kemi 61 vota për qeveri, po se kemi 61 vota për zgjedhjen e kryeparlamentarit, është absurditet i rrodhës, sepse nëse ju i keni 61 vota për qeveri, duhet i keni edhe për kryeparlamentar, sepse ai që insiston me pas shumicën e thjeshtë për qeveri, duhet njëkohësisht me pas edhe shumicën e thjeshtë edhe për kryeparlamentar. Se po insistohet Timen Albulen? Këto e matematika të lëvizjes vetëvendosje, Albolena është prej fillimeve të para në lëvizjen vetëvendosje, ka qenë një aktiviste e zëshme e lëvizjes vetëvendosje, vlerësojmë në për ato aktivitete që ka bërë Albolena, sigurisht se për shumicën nuk pajtona me gjitha ato zhvillime, ma gjuhen që e ka pas polarizuese kundrejt çdo subjekti politik që s'ka qenë me lëvizjen vetëvendosje, normal që e bën të papranueshëm për subjekte tjera politike për pas subjektit të vet lëvizjes vetëvendosje. Dhe është e çuditshme që po përsëritet emri i saj që sa seanca dhe deri kur do të shkon lëvizja vetëvendosje me një kandidat i cili nuk është dashur ndoshta politikisht time. Me që po insistohet edhe me që po jeni të sigurt që nuk i ka votat për formimin e qeverisë. Do shta është dasht ju partitë tjera t'ja votoni Albolena Agji. Edhe të kalohet, të dilet për i kësaj situate. Kjo çështje e kësaj qeverie ty nuk të lën hapësirë për me e votu, sepse ata po insistojnë që ne kemi obligim me votu kryeparlamentarin, në fakt ne nuk e kemi obligim. Deputeti, është zgjedhja e deputetit se si do të votoj. A do të votoj për kundër apo do të abstenoj ose nuk do të merr fare pjesë në votim, është e drejtë legjitime e deputetit në këtë rast dhe ne e keni pa që kemi votuar, po vota jonë ka qenë kundër. Në asnjë formë dhe në asnjë teori nuk e kemi obligim me votu kryeparlamentarin ashtu që po insistojnë me interpretu deputetet dhe aktorët e lëvizjes vetëvendosje. Shpeshe për zhbllokimin e kësaj situate, sepse është blloku sinqerisht prej lëvizjes vetëvendosje, edhe PDK-ja ka dhënë një alternativë se ndoshta me qenë në një kandidat që është pak më i pranueshëm, sepse megjithatë Ramushi ka përmend ose ai ka kemi përmend, po ju e keni pas që edhe kur kemi dhënë ndonjë propozim për shembull për zhbllokim të situatës, i kanë detyruar me dol kandidatet që i kemi përmend me emra, me thonë që ne vendos partia, nuk vendosim ne i përkrojmë kandidatin që e propozon partia, dhe kam përshtypjen që në seancën plenare që po mbahet çdo 48 orë për zgjedhjen e kryeparlamentarit, janë 4-5 persona të lëvizjes vetëvendosje që e dinë skenarin ose e dinë se çfarë do të ndodhë, sepse të tjerët fare nuk kanë informacion. Krejt ato politika po zhvillohen mes 5-6 personave dhe jo mes edhe deputetëve. Deputetet vinë në sot. Deputetet tjerë edhe në këtë legjislaturë do të jenë kukullat. Ashtu siç kanë qenë, sepse nuk e kanë pas asnjëherë një vendimarrje ose një guxim me pas një vendimarrje personale për çështje të caktuara që ndoshta që nuk kanë pas as impakt politik, sepse pa u konsultuar dhe pa e marrë miratimin prej strukturave të partisë dhe atove byrove që i kanë partia, ata s'kanë goxoft me votua as ndonjë çështje që thash nuk ka pas impakt politik,
po ka qenë ndonjë ligj për shembull për skema sociale ose ka qenë ndonjë ligj që fare s'ka pas të bëjë me politike dhe me zhvillimet politike, ata se kanë pas guxime me votu përderisa nuk e kanë marrë një shndrim dhe një opinion nga struktura televizës vetëvendosje të cilat e mbikëqyrën punën e kuvendit. Ti me partneri ju i koalicionit, gjithë ne e pritëm që ka një marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje. Ajo që ka e pam thyrja mes zotit Limaj dhe Akës boni buje të madhe, po tash shohemi që zoti Kurti nuk i ka as votat e deputetëve të nismës. Çka ndodh, çu shpomenon që është t'ju zhvillu që kjo lojë politike? Për neve ka qenë e çuditshme për shembull deklaratat e para të zotit Limit pas fitores, sepse nëse ke garuar me një koalicion, e ke pas një koalicion, e ke pas përkrahjen e partnerit të koalicionit, ka qenë e udhës me ulë dhe me deklaru se ndoshta unë do të marr një rrugtim tjetër ose interesi e një subjekti. Kjo s'ka ndodhur, po thoni. Jo, nuk ka ndodhur, nuk ka pas ndonjë komunikim edhe për neve ka qenë e çuditshme deklaratat e para që këta nuk kanë vija të kuqe dhe që ashtu siç kanë deklaruar ata për interes të Kosovës, ne do të bashkëpunojmë me secilën parti politike dhe në fakt ne e kuptojmë që është e drejtë e tyre dhe e keni pa që është spekuluar apo është raportuar, ndoshta s'është spekuluar, kërkesat që i ka pas zoti Limaj dhe është aluduar edhe në emrin e zotit Limaj që do të jetë për kryeparlamentar. Çka ndodhi? Dhe krejtësisht nuk e thash është një proces tepër jo transparent. Dhe propozimi i zonjës Albolena Haxhiu për kryeparlamentar duke mos e përfshirë zoti Kurti, atëherë abstenimi i zotit Limaj në këtë raport ka qenë i çuditshëm, nuk i di se cilat kanë qenë negociata. A mund të ketë marrëveshje për qeverinë, po jo edhe për apo zoti Limaj nëse po insiston që ai të jetë kryeparlamentar. Nëse zoti Limaj ka marrëveshje për qeveri, atëherë do i zhdosh me votu edhe për kryeparlamentar. Nuk e dim, është një proces jo transparent, nuk kemi komunikuar, mas mirë për këtë edhin zoti Limaj, cilat kanë qenë kërkesat e tij në raport me Albin Kurtin, cilat kanë qenë kërkesat dhe cilat poste ka dëshiruar zoti Limaj për vete dhe për partinë e vet, e din mas mirë, nuk kemi në një informacion. Jo po e shifni se është një term mediatik, ne ditën e seancës shkojmë dhe nuk e dim se cili do të jetë kandidati. Në momentin që shkojmë, propozotojmë një kandidatit dhe me pas hudhët në votim. Fillimit e parë kemi pas edhe një blokad tjetër, duke kërkuar konsenzus, që po kërkohet konsenzus me u zgjedhje një kryeparlamentar, ata nuk e kanë hudhur fare në votim kandidatën për kryeparlamentar, në një farë forme duke dashur bërë presion te deputetët të tjerë se duhet me pas konsenzus me u votu kryeparlamentar, që s'ka ndodhur asnjëherë, dhe në takimin tjetër të radhës që është thirrë nga kryesuesi i seancës që shkon e udhëheq këtë seancat plenare, deputeti më i vjetër apo deputeti më i ri, dhe ai s'ka të drejtë me ndërprej momentin që me konsensus, pa konsensus, ai përderisa është një agjend, duhet me hudh në votim dhe kemi kërkuar që të mos kërkoj konsensus për këtë çështje, sepse vota duhet t'i siguroj partia që synon me marr pushtetin, dhe tash në rregull po propozohet kandidati dhe po hudhet në votim. Vetë fakti që ka qëndrime të krejt partive politike që nuk do të votohet kjo kandidate edhe ndoshta do e shqyrtojmë pozicione me ndonjë kandidat tjetër, po shifet që është përpjekje kësaj partie me bleku apo me stopu procesin e konstituimit të kuvendit në mënyrë që të vazhdojnë detyrën si ushtrues detyre të qeverisë edhe në këtë rast të kryeministrit. Ju keni deklaruar që është nëse kandidohet për lëvizje vetëvendosje. Shqipe Selimi ose Saranda Bugujevci i ka votat edhe të AKs, dilet nga kjo situatë. Arsyeja ka qenë është tepër e thjeshtë dhe tepër logjike për neve që shumica të deputet jemi UÇK.
Shqipës Selimi ka qenë edhe vetë UÇK, edhe në radhën tjetër është bashkëshortja e generalit Recep Selimi, duke ditë afërsinë që e kanë pas rrugtimin e gjatë luftës si bashkë luftëtor. Kjo ka qenë arsyeja e këtij propozimit, po edhe për shkak të historisë Saranda Bogojevcit, gjithë ajo që ka ndodhur për shembull Sarandës, është një moment i ndihshëm dhe ndoshta pikërisht këto, historia e tyre jetësore na kish bërë që ne me i votu këto kandidat. Po e keqja ka qenë se edhe pse opozit kemi thonë alternativa, i kanë detyruar të dyja këto kandidate që dalën me deklarata që partia vendos se kush do të jetë kandidati, nuk vendos opozita, i kanë detyruar që në fakt ne për një vës ka qenë irrituese, nuk i kemi propozuar në aspektin negativ, ne i kemi propozuar për shkak të punës, angazhimit edhe kontributit që kanë dhënë si zonja. Po ashtu të dyjat nuk lihen për ndaj gjuhë polarizuese në kuvend, pikërisht kanë qenë këto arsyet që ne i kemi propozuar këto dy figura. Ti më përmend UÇK-n. E padyshim sa përmendet këto 3 shkronja tarta, duhet përmendet edhe kontributi që ka dhënë në luftë. Sot kur e sheh këtë degradim politik, edhe kujton kohën kur e keni ndasur, kur e keni bërë këto sakrifica bashkë me shumë trima e trimeshat e tjera, që keni qenë në front, e keni luftuar për këtë vend dhe për këtë shtet, çu ndihesh? Nuk janë situata të këndshme, sepse ka qenë momentet ma sublime, ose çdo herë ku më adresohen se cila është periudha më e rëndësishme jetës suaj, unë s'moj me thënë që është periudha më e rëndësishme jetës sime, periudha që jam deputete. Periudha më e rëndësishme jetës sime është periudha kur unë kam qenë vijat e para të frontit, ku kam shërbyer në kohën e duhur, në vendin e duhur, që kam qenë pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës, sepse nuk ka vlerë më sublime se ajo. Dhe më dhem shumë kur kjo pjesë nuk respektohet. Përkundrazi, kjo qeveri u mundu me degradu gjithçka që ka pas lidhje me UÇK-n. Njerëzit, bartës të UÇK-s, udhëheq të UÇK-s, veteranet, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, për mua janë periudhat ndihshme, kushdo që atakon këto vlera mund dëm shpirti, sepse unë e di kontributin e gjithë secillit. E di që në për çfarë sakrificash kemi rrugtuar prej fillimit deri në përfundimin e luftës, dhe është mëkat i madh, sepse ata që i sulmojnë këto vlera, po e sulmojnë lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sepse pa këto vlera, pa këto kategori, nuk do të kishim as pavarësinë e Kosovës, as lirinë e Kosovës, me të cilën gjithë ata kanë luftuar, gjithë ata që kanë luftuar, po e gëzojmë krejt populli, i madh dhe i vogël, pa asnjë ndasi, gjithë po e gëzojmë këto vlera. Dhe tash nuk mundem me e gëzu vlerat e lirisë dhe pavarësisë, po me i shohit ata që kanë kontribuar për këto ditë. Me shohit veteranin, me shohit invalide, mos me respektu familja dëshmorit, fal gjakut e dëshmorëve, fal gjymtyrët të trupit, të invalidëve të luftës, fal kontributet të pamohshme të veteranëve të luftës, ne sot jemi këtu, jemi edhe në këtë studi të bukur të juve dhe po mundem me bisedu për tema të ndryshme. Është të dëmshme nëse kemi ditë mobilizohemi, të angazhohemi në kushte dhe periudha të vështira, siç ka qenë lufta, siç kanë qenë para lufta. Për shembull, kohën e si mjekë, kam shërbyer në shoqatën humanitare Nën Tereza, në periudhën e sistemit paralel, kur është mbyll çdo institucion shëndetësor, arsimor për shqiptarët, kemi ditë më mobilizu edhe në atë kohë, me hap shkolla private, me hap ambulanca private, ku mjekët pa kompenzim kemi shkuar dhe kemi shërbyer në mënyrë që qytetarët tonë, shqiptarët tonë, në rrethana shumë vështira. Po, me pas ku me marr shërbime, me pas ku me marr ndihmën e parë, mos me vujt për këto shërbime, domethënë kemi ditë me mobilizu si popull edhe në ato periudha të vështira. Dhe tash sa vjet, 26 vjet pas lirisë, sa vjet kaluan për pavarësisht me një eksperiencë, po, tash mundosh ta degradosh
Kosova s'ka lind sot. Nuk është e sodit. Kosova nuk është Albin Kurtit, Kosova është gjithë neve. Edhe gjithë atyre që kanë kontribuar me vite, me dekada. Kosova është e çdo qytetarit e Kosovës. Atyre njerëzve që janë ndërgj bugjeve të Serbisë për liri dhe pavarësi. Ata njerëz që janë vra kur kanë shku të shërbejnë në shërbimet ushtarake serbe dhe janë kthyer në Arkivole për shkak se kanë qenë shqiptar. Është studentëve të atyre viteve të cilët përkundër rrezikut kanë dalë dhe kanë protestuar, është eminatorëve trepqes që ne sot po I degradojmë në mënyrën më të fleshtë mundur, atë që për neve në atë kohë kanë qenë krenaria jonë. Është e gjithë neve, andaj ne duhet të respektuar çdo vlerë, çdo përpjekje për liri, për pavarësi. Kushdo ka qenë, kushdo që ka dhënë një kontribut për Kosovën, ne duhet me vlerësu dhe me çmu, sepse kështu e ecim vendin përpara. Sepse nëse degradojmë një luftë që na ka mundësu që Serbia sot mos me qenë në Kosovë, që qytetarët me dalë që qytetarët me dalë të lirshëm, mos me pas frikë me dalë në rrugë ashtu sikurse para luftës, që me festu festat kombëtare, nacionale, e që me gëzu këto fryte të lirisë, është vlera sublime e popullit me sheku edhe me degata. Time, kur I dëgjon deklaratat që e thot më herët I shojnë ose I sulmojnë individ të UÇK-s. A menon që po është që kaq padituri e njerëzve? A është tendencë, qëllim që duke I godit individ e UÇK-s, në këtë rast kom parasysh zotin Haradinaj që gjatë fushatës pat sulmet të mërshme. Ndoshta më tultat ato që një prej familje ose që njohim që mas Adem Jasharit ka dhënë kontributin më të madh për luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës, u godit në asnjë forme. A mendon që është politikisht, individualisht, a mendon që kjo mundet me kanë një tendencë për me njollos pikërisht që ato tri kerma, që të luftë të pastër të UÇK-s edhe që ta njerëz që për me kanë bën sakrificën që sot na me I gëzu këtë shtete, këto drejta, këtë liri që kemi. Jo, nuk është të rastishme, unë po mendoj që është tendencioze, sepse ka njerëz këtu sot që se ka ndonë asnjë kontribut për vendin edhe për shtetin, edhe duke mos qenë vetë pjesë e gjitha këtyre proceseve, në vend që t'i lartëson ato figura që kanë dhënë kontribut, ata mundohen mi ul këto figura, në mënyrë që me bo një barazim mes asaj se s'keni bo. Për shembull, shifni tash deklaratat në fushatën e fundit ka qenë se ne kemi shtëri sovranitet në pjesën veriore. Jo, s'ki shtëri sovranitet. Se Kosova është një dhe e tërë, me aktin e shpalljes së pavarësisë dhe verdiktin e gjykatës së Hagës për shtetbërë, Kosova është pranuar si një dhe e tërë, me kufit aktual. Edhe për me mbrojt Kosovën, unë mendoj që nuk do e mbron kjo ushtria Facebookut, të lansuar edhe të përgatitur edhe të trajnuar me njollos çdo figurë nacionale që ka ndonë kontribut. Prap nëse është nevoja, unë prap e di që ne kemi më shku me luftu, s'ka me luftu as ajo ushtria Facebookit, pas plot atë që janë në parlamentin e Kosovës, sepse se din, nuk e din çka është me përjetu me qenë ushtar, nuk e din çka është sfida, cila është lodhja, cila është përkushtimi, cila është përjetimi, sepse ne në luftë s'kem pas loks, s'ka pas loks aty. Ti për fije perit tu ka ndo jeta vdekje. Ndoshta para syve të mi mu ka vra, ndoshta 1 metër më larg mu ka vra një bashkëluftëtar. Asnjë që kemi qenë luftë, nuk e kemi ditë që do ta përfundojmë luftën edhe që sot do të jemi gjallë. Aty kemi shku për një ideal, edhe ideali më i madh ka qenë liria dhe pavarësia e Kosovës. Ky ka qenë ideali. S'ka qenë ideal tjetër. Nuk kemi mendu as me marr posta as pozicione se kemi ditë a kemi pështu. Etnjolloset familja Haradini që është një familje emblematike. Vërtet është një familje emblematike. Pas familjes Jashar është familja ma emblematike që I ka dhënë shumë vendit.
Ramushi i plagosur, Dauti i plagosur, Enveri i plagosur, Luani i vrar, Shkelzeni i vrar, i kyçun komplet familja luftën për çlirimin e Kosovës. Ne këtu i kemi si familjen jashore, po edhe familjen Haradina janë asete kombëtare. Këto janë asete dhe duhet me rujtë si sytë e ballit. Sepse po si rujtëm këto vlera, historia përsëritet. Se kemi rujt lirin tonë. Po, se kemi rujt lirin, po e takojmë thash lirin edhe pavarësinë tonë. Këto janë asete kombëtare, këto bohen qëllimshëm. Sa herë që kemi dalë në foltorët e kuventit dhe momentin që e kemi shalë Albin Kurti, ne kemi qenë të atakuar, të kërcënuar me ato profilet e rreshme që kanë këtë ushtrinë e Facebookut, të shartë, denigrume. Me lloj asetesh, bile kom thonë kuvendin e Kosovës, tash e di që kanë më shajt, po beso që as nuk i lexoj fare ato komente. Para se me të pyet për këtë ushtrinë e Facebookut, e përmende ai e gatshëm edhe sot, se përmende që ndoshta nesër me pas nevojë ky vend prapë do të jemi të njëjtit edhe që duhet me u përgjigjme ose i përgjigjemi me luftë. Ai e gatshëm edhe sot me luftu, ndoshta edhe një herë nëse veç i duhet kësaj Kosovë. Po. Unë mendoj një ushtar që ka qenë një herë që ka sakrifiku, ka shku në luftë për liri. Asë një herë nuk mundet me i pa proceset, apo anash, edhe me që të ndru anash me thonë lëshorend. Sikur se po lëshojnë këta, se unë e di, kom thonë edhe sa herë që është diskutu në Parlament Kosovës, që shumë shpesh këtë mandat o përmen lufta, po bëhet luftë, kom thonë, po bëhet luftë, po ku keni me konë jo. Sepse ti ki deputet, që kanë qenë mosh madhore, s'kanë qenë kur konë heq, farë s'kanë qenë. Unik dikon, janë sërhu dikon, a kanë qenë diaspor dikon, a kanë qenë Shqipëria, Malzia, Macedonit Vereuta, Kanik, kanë qenë mosh madhore, dhe ata kanë mujtë me qenë pjesë ushtëri qëllirim të qafë ka mungu kërkosh, po s'kanë dashë, se s'kanë pas guximin. Edhe unë mendoj që ata prapë s'kanë guxim, edhe prapë kanë me gjendë në i vend strehim, dikot fshihen. Prapë ata që kanë qenë kanë me shku në luftë. Edhe me mbrojt atë dëm. Nuk ka tjerë, ata. Ti me përmene këtë ushtrinë e Facebookut, bashkë po më interesën me ditë, a ka pas prej atyne që tu kanë drejtu, se të kanë shat, kanë etiketu, kanë pas guximin ndoshta për këtë pjesë të kontributit e të luftës. Ka pas njerëz tillë që kanë ka pas raste. Po. Për shembull, momentin që ata një çlirimtar ti je spion i Serbisë ose edhe juve ju kanë thënë edhe mund ndonjëherë shpesh herë ndoshta, se ata janë anonim, ata nuk e din historinë e njeriut, se si munden ata veç e kanë obligim me prodhu mesazhe, cili do të qoftë veç me qenë mesazhe negative. Shpesh herë thonë, po ik më shko kryj shkollë se s'ki kryj shkollë. Unë për shembull para luftës jam mjeke. Unë në luftë kom qenë mjeke, kom qenë specializante ginekologjisë, mas luftë kom kry ginekologjinë, jam ginekologe. Edhe ka njerëzit që thonë s'ki shkollë. Le se këta s'kan shkollë, s'ka kry. Unë shkollën kom kry, fakultetin kom kry para lufte. Luftë kur kom shku, kom shërby bile në Nën Terezë, në shoqatën Nën Terezë, si mjeke që kemi punu pa parë në sistemin paralel. Ata shpesh thonë, e pa shkollë, kjo s'ka kry shkollë, unë e kom kry shkollën para lufte. Dhe më thonë, nuk zgjedhin metoda për me fy edhe me denigru se cilën personalitet. Ti me du m'ju këthy një deklarate ose edhe ma herit këto me listën serbska edhe me këto situata me Radojqiqin, ato bisedat kur i ke dëgju me Mimoza Kusarin. Momente dëmshme kanë qenë. Nuk e di që ke dhënë ai deklaratë, paktën s'po më kujtohet mu, po çush i ke pa, nëse luhet në do skenare ku fajsohet në atë kohë opozita, se kanë qenë në pushtet, ndërsa del që ka pas një lloj koordinimi për votimin e ligjit për pagat e veteranëve me listën serbske. Vërtet besoj që ka qenë e dëmshme, kom thonë si është e mundshme një shqiptar me votu kundër rritjes së pagës minimale për veteranët e luftës, edhe me pas një dakordonc me listën serbe.
Besoj që në atë kohë derisa nuk e ke pas informacionin se ke pa për të madhe listën srpska që ka votu. Jo, përderisa shqiptarët kanë votu, nështë ka pas në lëvizje vetëvendose dhe në një që ka qenë çlirimtar, nështë që ka qenë luftar, edhe pavarësisht me rujt pozicionin e vetë privat dhe personal që me u përfshin listën zgjedhore, sepse Albin Kurti gjithmonë ka thonë se nuk i njeh në politikat e qeverisë, nuk do të jeni pjesë e listës zgjedhore, dhe nëse ne luftëtar ka votuar bashkë me listën serbe që në listën e pagës minimale mos më përfshi veteran, për mu ka qenë e dhëmshme. Ka qenë e dhëmshme shumë. Dhe momentin që është protestu para kuvendit të Kosovës, kur kom dalë, më kanë drejtu media, po ti politike, adin mos pjep në gjyrë politike protestës. Thash jo, unë e këtu nuk kom dalë si ti me kadria i deputete, po kom dalë si ti me kadria i veterani ushtri çlirimtare të Kosovës. Dhe kjo ka qenë. Beson që në ato momente, thësha kaq vjetë, pas lirisë kontributit tyre me i detyru veteranet me dalë, me protestu, për përfshirje në listën e pagës minimale, besoni se kom qajt. Edhe ka qenë interesant se a ditë ku është votu në sallë, ka qenë një delegacion i Kroacisë. Komisioni për punë të jashtme dhe kanë qenë musafir aty, edhe më kanë dëgju të thonë marre, konvertit marre që apo bëni, ku kemi shku në drek, se kom qenë pjesë e Komisioni për punë të jashtme, tha, Zonja Kadria tha, mundesh me ma spigu çka ishte ai reagimi, se kanë kuptu. Edhe më nali kom spigu thash, kështu ka ndu. O të merue. Sepse unë kom thonë, s'ka mujt me besu si është e mundë, por kur rritet paga minimale, nuk duhet mu anashkalu asnjë kategori. Ato kanë qenë paraplegjiket, verbrit edhe veteranet e luftës, ta si është e mundshme. Sepse ne, për trajtimin e vlerave të luftës, model duhet me marrë Kroaci. Kroacia është shumë. Kom qenë 2-3 herë në vizita shtetërore, po pritja që i bëhet njerëzve që u konë tretmani që e kanë veteranet e luftës, po dhe gjitha kategoritë e luftës, atë mahnit. Ne këtë o dosh me e bu. Këtë model o dosh me e bu. E jo për shembull të lejohet që del dikush që se ka asnjë atribut jetësor për Kosovën, me dalë me fy një veteran. Për shembull, ish dash në kuvendin e Kosovës më miratu dhe ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës, që mos më marr ne si individ, ose më ballafaqu me ata njerëz. Po është edhe vështirë më ballafaqu. Po më ballafaqu, po momentin që fyhet çdo vlerë kombëtare ballafaqohet me kot. Të mos kemi, edhe atëherë sigurisht që do ishin dal. Po këto është strategjia e tyre, duke dosh të thonë se nuk o bo kur gjo, se so shliru Mitrovica, që tash Kosova për e lind pasardhjes në pushtet të Albinit. Po du me këthy në kujtes, edhe një deklarat të fundit me Moza Kusarit, ku duke ditë sakt që jeni deputet e Kuvendit Kosovës në 6 legislatura radhazi, ju qujti e pa ditur dhe e pa informuar rreth ligje të Republikës Kosovës. Detyra atyre është me dalë me dezinformu. Unë i di këto, rregullore në kuvendit e di, sepse vetë fakti që jam që 6 mandate e i di këto procedurat. Nuk e kom dëgjuar, po ma merr mendja kur pas deklaratave që i kemi dhënë për konstituimin e kuvendit. Obligim qeveria, Albin Kurti, ministrat, Zavens kryeministrat, e kanë pas momentin që janë certifikuar zgjedhjet. KQZ ka certifikuar zgjedhjet dhe kanë pas obligim me dhënë ndërheqje. Bile Albin Kurti e ka pas Zavens kryeministrin që me adresu pozicionin e vetë të Zavens kryeministri ose me gjetë zavensim, sepse ne pikrisht a ditë që është dash më bo konstituimi edhe më votu raporti për verifikim të mandateve, ata e kemi pas një letër të shkruar të përgjithësuar që kanë dhënë ndërheqje. Ato ndërheqje o dashtë me qenë dikon të protokolluar. Për shembull, ne kemi pas që kanë qenë në lista zgjedhore plot kryetarët komuna, edhe ata që kanë fituar momentin që janë certifikuar zgjedhjet në KQZ, i kanë depunuar ato, i kanë njoftuar KQZ-n që heqin dorë prej pozicionit të deputetit se do të kthehen në pozicionin e kryetarëve të komunave. Pse Albin Kurti
ministrat e vetë, zavendës kryeministrat se kanë bët njëjtën punë. Se kanë bo, do më thome në letët të përgjithsuar, po me gjithat ju e keni po që Megjithatë ju e ka lut kemi thonë, këtë pengesë. po, mbas Dhe këja prapo insiston që është bo shkelje. Mbas sharimeve, ne kemi marrë si të mirë qenë ato që e kanë thonë, i kemi detyruar në komisionin që jemi mbledh aty, me thonë, a keni dhënë ndërheqje, se nata ka qenë, po kemi depunu, kemi marrë si të mirë qenë, po që insistojnë atë le të vendosë nëse LDK-ja i ka dërguar në gjykatën kushtetuese, le të vendosë kushtetuesja edhe të shohim çfarë ndodh. Askush në këtë vend nuk është mbi ligjin. As Albin Kurti. As ministrat Albin Kurtit nuk janë mbi ligjin. Shifi si po ndodhin skandalet marramencae të kësaj qeverie. Dhe Albin Kurti i mbron se kemi asnjë hezitim, po të kishin ndodhur gjitha këto skandale, të kishin ndodhur gjitha këto hajni, gjithë kjo tenderet një burimor, vjedhja e energjisë elektrike, shtrëngtimi e energjisë elektrike, këta do i kishin kollë kuvendin e Kosovës ashtu siç kanë vepruar më herët. Ose do kishin lënë me u mbajt seancat parlamentare. Skandali i Martin Berishës, për shembull. E kanë mbrojt përkundër skandaleve, nuk është inicuar dhe nuk ka dalë pa ai skandali Martin Berishës as nga media tona, as nga deputetët ka dalë pikërisht nga vendi ku ai ka punuar dhe jetu. Edhe e kanë mbajt paletshëm si ambasador. Çfarë përfaqësimi bën ne ambasador, çfarë prezantimi bën Kosovës një ambasador i cili është me akt akuz për hajni. Paguhet me miliona euro nga një kompani që ka përfaqësinë në Beograd. Po tash po shohim tash skandalet rritje të çmimeve, skandale të tjera me energji elektrike. Tash po del në pap se e kanë kundërshtuar për shembull gazin, projektin e gazit nga amerikanët që kanë pas ata me pagu me miliona euro për shtrirjen e infrastrukturës së gazit. Dhe gjitha projekte tjera që kanë pas të bëjnë me energjinë elektrike, po shifet që këtu është një grumbull njerëzish që janë të përfshirë në këto skandale dhe skandale të korrupsionit, dhe që në momentin që lëshojnë qeverinë, ata do e dinë që do të përballen me gjyqësinë dhe me prokurorin, ndoshta edhe kjo është hezitimi i zotit Albin Kurti për me lëshu pushtetin. Time, ndoshta për kritika, një prej kritikave të mëdha të lëvizjes vendosën në të kaluarën nuk e ka identifikuar si një diçka të keqe, si më thon, ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, miqve, aleatëve tonë ndërkombëtar, kur janë kanë momente të tilla dhe s'kan mujt me u marrë vesh partitë politike. Madje edhe kanë thonë që kur të vim në pushtet, nuk ka me pas rol Dragodani, simboli ambasadës amerikane atje. Tash po vrehet që kemi ardhur në këtë situatë, ku për një me miqtë tonë ndërkombëtar po duket që nuk kanë fare interesim me çka po bëhet, që po zhvillohet në kuvendin e Kosovës. A e shihni që ka qenë për një me diçka e keqe edhe është trombetu aq shumë sa si më thon Kosova nuk po duket shumë sovrane, për shkak se aleat në momente të caktuara po vinë edhe si themi kur pikemi na do probleme, do ballafaqimet të vogla kur s'po mundemi me marrë vesh, atëherë aty në mes po është një amerikan ku, si më thon, po negocion për më rrini marrëveshjen në të mirën e Kosovës dhe institucioneve. Ne kemi hapruar me aleatet tonë, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe fol aty në raporteve të mira që kemi pasur edhe para luftës, i kemi bërë aleat edhe në luftë. Me 24 mars 1999, ju e dini që forcat e NATO-s ju kanë bashkuar çekës. Dhe na kanë ndihmuar për lirinë që ne sot e kemi. Kemi hapruar për gjitha, fal bashkëpunimit të mirë që kemi pas me pikërisht me aleatet tonë, na e kemi fituar edhe pavarësinë e Kosovës. Dhe është dashur të haprojmë sa herë që ne nuk i kemi bashkërndit veprimet. Çdo proces, menoj, prej asaj kohe ka qenë i koordinuar dhe ka qenë ndoshta ju konsideruar si aleat. Fal këtij bashkëpunimit ne kemi edhe ushtrinë e Kosovës. Po, vërtet.
Ju dini në kohën që zoti Haradinaj ka qenë kryeminist, e ka nxjerrë ushtrinë e Kosovës në bazë pikërisht të këtij bashkëpunimit me aleatë tona, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa herë që kemi marrë veprime të njëanshme, shifet ku na kanë sjell. Për shembull, mos implementimi një marrëveshje për targat. Përderisa aleatë tonë kanë thonë të shtyjmë ose ta kalojmë komplet marrëveshjen, ku kemi kaluar po histori që ka pas me qenë një marrëveshje gjithëpërfshirëse ku respektohet sovraniteti, integriteti territorial, ku respektohet organizimi i brendshëm, që ka pas mu marrë Kosova me komplet një marrëveshje, pikërisht e kanë prish atë momentum lëvizjave të vendosje me fillimin e implementimit të pa koordinim të një marrëveshje me targa që me pas janë kthy prapat, po nuk janë kthy prapa pasojat edhe defektet që na i ka bën shtet. Edhe gjitha këto veprime të njëanshme, njëherë ju ka drejtuar amerikanëve se ne kemi me konë ndërmjetësuesi ka pranuar Bashkimin Evropian dhe jo Shtetet e Bashkuara Amerikës janë larg, s'ka nevojë ata me u marr. Momentin që dështuan edhe me Bashkimin Evropian prapë i kërkuan amerikanët dhe në këtë gjendje ose këto zhvillime gjeopolitike, strategjike, luftës në Ukrainë, bota nuk sillet rreth Kosovës dhe rreth Albin Kurtit. Edhe vjen një momentum që ndoshta aleatët do të heqin dorë dhe atëherë nuk e dim se cila do të jetë rruga e Kosovës. Apo ka interesim time në seanca apo janë përfaqësues të ambasadave? Po, ditën e parë kanë qenë. Edhe tash duke e parë se ka ndodhur një degradim, besoj që s'kan fare interesim, s'di apo vjen dikush si kom pa fare. Si kom pa sot se kom pas vëmendjen, po janë të paktet ata që vinë me i përcjell, sepse po e shohin që ky njeri nuk ka interesim me konstituu kuvendin, nuk ka interesim ndoshta me konstituu, me formu edhe qeverinë. Edhe tash në kalunën time, me sa di unë, edhe sa kom përcjell, nuk ka pas ndonjë seancë e rëndësishme për konstituimin e kuvendit, ku nuk kanë marrë pjesë thuajse të gjithë ambasadorët e gjithë. Për shembull, sot për shembull, ti kishin pas votat, ka mujt me u votu kryeparlamentar që është një akt, edhe që mos me qenë kurkush për aleatëve tonë. Me këto veprime, edhe aleatët janë të zhgënjur për kësaj qeverie, dhe normal që hupit interesimi përderisa ti ata donë me i konsultu veç kur të konvenon e jo kur duhet. Ne pa aleatët tonë, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e mbyllim rrugën tonë evropiane. Kosova është me sanksione. Edhe po hupim me qindra miliona euro për shkak të sanksionet të vendosura nga Bashkimi Evropian, pikërisht për shkak të veprimeve të Albin Kurtit. Dhe ajo që synon Kosova, synon me qenë pjesë e familjes së madhe evropiane. Synojmë me qenë pjesë e NATO-s. Bili kërkesa jona si Aleancë ka qenë që me procedurat të përshpejtuar, me kërkupje e aleatëve tonë, me na mundësu që me qenë sa ma shpejt pjesë e NATO-s, sepse me këtë gjendje të ndirë, për shembull, nëse ne pranojmë me qenë pjesë e NATO-s, siguria e Kosovës është e garantuar. Dhe kështu do të ngelim, pa qenë pjesë e NATO-s, pa qenë pjesë e Këshillit të Evropës, pa qenë pjesë e organizatave kredibile ndërkombëtare, po edhe përpos 2 njohjeve tash fundi që ndodhen, për 5 vjet s'kemi pas asnjë njohje. Politika jashtë në fakt ka dështu, këtë radhë një njohje ka ardhur ndoshta nga ish deputeti ose ish presidenti Begjet Paculli, dhe kjo e fundit që ndodhi dhe që u deklarua nga presidenti i vendit. Me këtë çështje që ka kjo qeveri, ne do të ngelim Kosova, do të ngelim vend numra, do të kemi perspektive evropiane, do të bëhemi për ditë më shumë një vend i izoluar, dhe kjo është merita Albin Kurtit dhe klikës Albin Kurtit. 5 vite mandat asnjë njohje, ndërsa tash kur nuk patëm ose patëm qeverinë në detyrë në 2 njohje, ja ka nisë me u toll pak me këto që ndoshta më mirë edhe mos me themelu institucionet se mund me orë edhe në një njohje tjetër. Sigurisht. Pak hajgare të kjo pjesë, po që është realitet që megjithatë erdhen 2 njohje. Që po të mërmenja, që mundet me ndodhë në seancën e radhës?
S'kemi informacione ne sipas obligimeve kushtetuese ligjore A pret rregulluese që pafundësisht me u përsërit ky skenar ku tas unë nuk di se Kemgulli mos dikur me ndru. ndoshta duhet në një periudhë caktuar kohore ndoshta duhet të ndërhyjë edhe presidentja, sepse nuk është që mund të bëjë pafundësi. presidentja në këtë Po rast. them, po jepi s'po di, sepse zoti Kurti s'po merr rol. Ai ka dosh qaq me minimizue rolin e subjekteve tjera politike, so me i thirr Avni Dehori për konsultime, që tash nuk ka rol, një respektuar, më vjen keq për pozicionin që i ka ro dhe që po luhet me figurën e tij, siç është lujt edhe për 4 vjet mandat, që ka normë pushtet deklarata por zonjës Haxhiu pikërisht edhe për këto ka qenë në burgin kur ka vdek Astrid Dehori dhe që ka thonë do e zbardh rastin e Astrid Dehorit dhe çfarë ka bërë gjatë kësaj qeverisje kur ministër drejtësisë ka qenë Albolena Haxhev janë hub mostrat Astrid Dehorit o koll instituti mjekësisë ligjore janë gjetë pjesërisht ka është zhduk për atyre mostrave. Dhe pse nuk i zbardhen rastin Astrid Dehorit. Është mëkat, me gjithë respektin për Avni Dehorin, i ka rastis me pas një detyrë të rëndë edhe që duhet me ju përshtat agjendave televizës vetëvendosje, shohin çfarë po ndodh. Ata nëse vërtet janë për zhbllokim të situatës, duhet me reflektu, me kërku ndihmë, me gjetë ndaj kandidat që s'paku po prononcohen sepse e kom pa dhe PDK që ka thonë ndoshta me qenë në një kandidat tjetër, ndoshta e kishim diskutu që me votu me kalu për këtij procesit, po ndoshta pikërisht e kanë qitë këtë kandidatën në mënyrë që ta bllokojnë konstituimin. Nëse do ta propozonte Donika Gërvallën? Për shkak natyres, të rolit, gjuhës, urrejtjes që e ka përdor, besoj përkundër asojnë edhe respektin që e kemi për Jusuf Gërvallën, Donika Gërvalla nuk meriton votë. Ti më faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju. Ishte kënaqësi. Kritika adresohen edhe ndaj Me opozitës. një qeveri arrogante, me një qeveri e cila Për ka shembull, dikush që vjen në spital thotë i poshtë pra Ministri e njerëz me. Financave nuk e don as partia e vet. Nonën e që din Komarana jo punë e mova, kupton? Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të